Mirëmbrëma, përshëndetje, si jeni? Shumë faleminderit që morët pjesë. Unë po bëj shkurtimisht njoftimet e gjithmonshme dhe pastaj do të kaloj tek parashikimi i javës, po humbëm tepër kohë. Atëherë, siç e dini, tashmë kam 2 lidhje të drejtë për drejtë çdo javë, njërin e bëj ditën e martë dhe njërin e bëj ditën e shtunë. Ditën e shtunë, pra si sot, kam parashikimin javor, flas si fillim në lidhje me ndikimet e përgjithshme, pastaj kaloj tek të gjitha shenjat, ndërkohë që ditën e martë, duke alternuar, bëj një javë ciklin e hënës, ndërkohë që një javë bëj pyetje përgjigje. Përveç këtyre bëj dhe parashikimet ditore. Në tek parashikimet ditore nuk i prek shenjat, flas vetëm për ndikimet e përgjithshme. Do t'ju këshilloj që të ndiqni, janë të gjitha platformat e mia, duke qenë se t'ju jap disa informacione shumë të rëndësishme se si mund ta përdorim atë ditë ose gjëra që duhet të shmangim. Përveç këtyre, që janë shërbimet e mia për pagesë, kam edhe shërbime personale, të cilat detyrimisht janë me pagesë. Ato përfshin analizën e hartës. Mund të merrni edhe parashikimin për të ardhmen tuaj, në të njëjtën kohë nëse nuk e dini orën tuaj të lindjes, mund të gjejmë orën tuaj të lindjes dhe si rrjedhoj dhe ascendentin, dhe mund të bëjmë edhe analizën e lidhjes tuaj, ndërkohë që mund edhe të merrnim si astrologjia në qoftë se jeni të interesuar për këtë botë. Atëherë, përpara se të fillojmë tek parashikimi i javës, është një pyetje kur të manifestojmë. Kjo hënë e re që do të jetë ditën e martë është shumë e fuqishme dhe është shumë pozitive për të manifestuar. Mund të filloni që tani, por këshilla ime do të ishte që të bënit të paktën një cikël ose më të themi një rutinë e cila të jetë 24 orëshe. Hëna e re do të jetë në orën 14:25 të ditës së martë, pra mund nëse filloni një ritual i cili zgjat 24 orë çdo ditën e hënë, do të jetë shumë më tepër efektiv, është vërtet shumë e fuqishme dhe shumë pozitive për të manifestuar në jetën tonë të gjitha gjërat që ne dëshirojmë, sidomos për të manifestuar një farë balance si në jetën sentimentale dhe në ashtu materiale, prandaj dhe do t'ju këshilloj që ta përdorni. Mund ta bëni edhe që nesër, nuk është gjë e keqe, pra minimum 24 orë veç. Do të jetë edhe më tepër efektive. Rituali juaj, çfarë do të preferoni, nuk ka shumë rëndësi. Për të gjithë ata të cilët dëshirojnë që të marrin konsult, siç e thash, ndonëse që të më shkruani këtu, mund të më shkruani nëpërmjet WhatsApp-it ose edhe nga DM më vonë për të prenotuar konsultën tuaj, ndërkohë që ky është një shërbim i përgjithshëm. Atëherë po fillojmë me njëherë tek ndikimet që do të kemi gjatë kësaj jave. Është java 20 deri në 26 tetor. Është një javë vërtet shumë e fuqishme, do të kemi shumë ndikime dhe mund të kemi pak vështirësi për të përmbajtur balancës. Prandaj dhe pikat që do t'jap tani do të mundem që t'jap sa më shkurt dhe sa më të përmbledhura në mënyrë që të mund t'i përdorim javën në vazhdim. Si fillim po them janë gjërat më të rëndësishme. Do të kemi në datën 21 tetor, siç e përmenda edhe pak përpara, ditën e martë, një hënë të re që do të jetë tek shenja peshores, për këtë arsye dhe balanca jonë nuk është ashtu siç duhet në këto momente, sepse mund të stimulojmë shumë nga çdo gjë që ndodh rreth rrotull. Gjithsesi, është edhe një javë vërtet shumë pozitive që në qoftë se thjesht qëndrojmë pak më në autokontroll, do të kemi mundësi që të perceptojmë shumë mirë gjërat që po ndodhin. Ndikime që do të ketë specifikisht kjo hënë e re, mund t'i gjeni te kanali i YouTube-it, do t'i këshilloja me ngurmë që t'i dëgjoni si ndikimet e përgjithshme, po ashtu edhe të shenjës tuaj. Ndërkohë që në datën 22 tetor do të kemi rikthimin, më mirë të themi, të Neptunit tek shenja e Peshqve, është në orën 11:47 të ditës së mërkurë. Rikthimi i Neptunit tek shenja e Peshqve në vetvete është një ndikim shumë i madh pozitiv, sepse Neptuni ndihet mirë duke qenë se është drejtues i shenjës së Peshqve. Kjo do thotë që ne kemi një aftësi shumë më të madhe për të perceptuar botën tonë të brendshme, si rrjedhoj mund të shërojmë edhe plagët që kemi nga ana shpirtërore, e njëjta gjë është e vlefshme edhe në marrëdhëniet që kemi me njëri tjetrin. Mundemi që të zgjidhim të gjitha problemet që kanë të bëjnë sidomos me keq kuptimet. Do të kemi një mbështetje shumë të madhe gjatë kësaj jave të njëjtit të Neptun edhe nga Jupiteri, i cili më dhon dhe shumë aftësinë që ne kemi për intuitën, ose mirë të themi për empatinë, pra e perceptojmë shumë më mirë njëri tjetrin. Dhe kjo detyrimisht na ndihmon që të rregullojmë të gjitha marrëdhëniet tona, sidomos ato familjare, në qoftë se gjatë kësaj jave kanë qenë të sfiduara, javën në vazhdim kemi mundësi që të zgjidhim këto.
Një ndikim tjetër që është shumë pozitiv, ose më themi po ndale pak te Neptuni. Neptuni kur ndodhet te grada e fundit të shenjës së Peshqve, që do të jetë për 10 që do të jetë për afërsisht 2 javë në vazhdim, do të thotë edhe të papritura të shumta jo të këndshme, duke qenë se grada e fundit të shenjës së Peshqve mund të bëhet pak problematike. Kjo do të thotë edhe furtuna të mëdha që mund të ndodhin brenda nesh, po ashtu dhe në natyrë. Prandaj do të këshilloj të gjithëve që në qoftë se planifikojmë për një udhëtim të gjatë të marrim masat ose më them të jemi përgatitur për çfarë do lloj gjëje. Për sa i përket votës tonë të brendshme, si e thash, më duket që jemi pak të ngarkuar, një autokontroll do të na ndihmon të vërtet shumë që të mos prishim problem, sepse mund të kemi disa shpërthime emocionale. Dita e enjte, në datën 23 tetor, dielli do të kalojë tek shenja e Akrepit. Pra do të fillojmë stinën e Akrepit. Kjo do të thotë që gjithçka tani do të fillojë që të sheshohet, sepse do të arrijmë që ta perceptojmë gjithçka dhe më thellë. Kjo do të ndihmojë në mënyrë të dukshme të gjitha marrëdhëniet tona, por do të na, ose më themi, do të rizbulojmë edhe një herë veten tonë dhe do të mund të zgjidhim të gjitha pasiguritë që na janë krijuar në këto momente. Kalimi i diellit tek shenja e Akrepit në këto momente është shumë e mbështetur nga pothuajse të gjitha planetet, prandaj do të jetë një ndikim shumë i madh pozitiv për të gjithë ne. Por, duke qenë se i njëjti diell edhe në këto momente, edhe pas kalimit të tij tek shenja e Akrepit, do të ketë kënd negativ me Plutonin, kjo do të thotë që mund të hasemi shumë më tepër me incidente dhe aksidente, në qoftë se nuk kemi të vëmendshëm. Prandaj edhe çdo veprim do t'i këshilloj ta bëjmë të kontrolluar dhe të mendojmë mirë përpara çdo vendimi. Këto ishin ndikimet për sa i përket kalimeve planetare, ndërkohë që do të kemi edhe disa ndikime fal këndeve që do të kemë planetet gjatë kësaj jave që janë shumë të rëndësishme dhe do të këshilloj që t'i merrnim parasysh. Në radhë të parë, dielli dhe Jupiteri do të kenë kënde të vështira me Chironin. Chironi është plaka jonë e përjetshme, prandaj dhe kjo mund të thotë edhe probleme të rëndësishme në lidhje me shëndetin. Më tepër do të preket bota jonë e brendshme dhe për sa i përket shëndetit fizik, kjo mund të vijë më tepër me dhimbje koke, duke qenë se do të krijohet një trysni shumë e madhe. Kjo trysni në përgjithësi do të jetë kalimtare, por për personat të cilët kanë probleme kronike, si për shembull migrena e të tjerë, që të këshilloj që në këto momente të marrin më tepër masa. Një nga mënyrat ose metodat që unë di që të mos egzagerohen problemet në lidhje me dhimbjen e kokës është edhe të ulim përdorimin e sheqerit, po ashtu edhe të hidratohemi më tepër se sa zakonisht, kjo na ndihmon që të ulim trysni që ndjejmë. Gjithsesi, siç e thash, ata që kanë sëmundje kronike gjatë kësaj periudhe do të këshilloj që të jenë gjithmonë të përgatitur, pra sepse mund të kenë kriza pothuajse të menjëhershme. Edhe kjo hënere, edhe Chironi, siç e përmenda, do të jetë në kënd negativ me Jupiterin, dhe Jupiteri në këtë momente ndikon në një zonë e cila ka një ndikim të drejtë për së drejti tek gjëndrat e gjirit. Prandaj edhe në këto momente mund të kemi një dhimbje edhe në këtë pikë, për ata të cilët kanë probleme ose kanë një të shkuar nga ana dhe gjenetike ose brenda familjes së tyre që kemi probleme me sëmundje të gjirit, do t'i këshillojmë ngujmë që të shkojnë te doktori. Në këtë moment kemi aftësi shumë të madhe që të kuptojmë se ku qëndron problemet dhe të gjejmë zgjidhje dhe t'i kapim problemet pa u zmadhuar dhe më tepër, prandaj është një moment shumë i rëndësishëm, do t'i këshilloj që të mos e humbisni. Pra, nëse keni predispozitën për diçka të tillë, është moment ideal për ta përdorur këtë. Një nga këndet e tjera që do të jetë pak më pozitive, kjo do ta ndiejmë më tepër ditën e diel, por do të jetë gradualisht gjatë gjithë javës. Do të zbulojmë pak a shumë aspekte të botës tonë të brendshme ose të karakterit tonë, të cilat do të na ndihmojnë që të shërojmë edhe plagët, ose më të themi, do të na ndihmojnë që të shërojmë ose të kalojmë frikën që kemi për të përshtatur me ambientin ose për të tejkaluar sprovat që na nxjerr jeta përpara, e njëjta gjë është e vlefshme edhe për të tejkaluar fobit. Prandaj dhe është një javë shumë e rëndësishme, sepse siç e përmenda, do të shikojmë, do ta dallojmë ose do ta njohim veten tonë shumë më mirë. Këto ishin ndikimet e përgjithshme. Ndërkohë që përsa tani do kalojmë menjëherë tek ndikimi që do të kemi tek shenjat. Por përsëris para se të kaloj tek shenjat, për të gjithë ata që dëshirojnë që të pyesin për
gjërat e tyre personale, si për shembull pse nuk ecën puna ose pse keni një problem në një vend ose në një tjetër, si çfarë ascendenti keni, të gjitha këto ju lutem më shkruani nga WhatsApp-i im, sepse këto i përkasin shërbimeve personale. Shenja e dashit gjatë kësaj jave do të ketë ndikime shumë të fuqishme, në përgjithësi do të jenë pozitive. Ndikimi më i madh pozitiv do të vinë në çështjet sentimentale. Jemi futur në një periudhë tashmë ku shenja e dashit është në shërim me sipër, sidomos kjo është e vlefshme në lidhje me shkënjimet që kemi pasur nga shkuar, aty ku ne kemi ditur se ku qëndronim, po ashtu edhe në qoftë se kemi kryer lidhje që kanë qenë të pashëndetshme, sidomos në qoftë se ne vetë si individ kemi qenë impulsiv dhe kemi përzgjedhur persona të cilët nuk kanë qenë të përshtatshëm për ne. Hëna e re, sidomos do të jetë tek shenja e peshores, që është ditën e martë, do ta ndikojë shumë pozitivisht në lidhje me këtë temë. Kjo do t'i bëjë ata që jo vetëm të ndërtojnë lidhje të shëndetshme, po ashtu edhe të keni vetë vlerësim shumë më të lartë cili lloj të kësaj. Do të kemi dhe shërimin pothuajse të plotë të plagëve që vijnë nga e shkuara, si nga çështjet familjare, po ashtu edhe, siç e përmenda, çështje sentimentale. Do të kemi një rritje shumë të madhe të ardhurave materiale, por duhet jemi vërtet shumë të kujdesshëm duke filluar nga dita e mërkurë e tutjes, sepse Neptuni do të rikthehet tek shenja e peshqve. Çfarë do thotë kjo? Bota e tyre brendshme do të fillojë që të vlojë pak më tepër se sa zakonisht. Dhe duke qenë se njëjti Neptun gjatë gjithë kësaj jave do të ketë dhe këndë negative me diellin, kjo mund të thotë që mund të kemi shpërthime emocionale pothuajse të menjëhershme. Në qoftë se këto mbahen nën kontroll, ose në qoftë se jemi të vetëdijshëm që kjo po ndodh brenda meje, dhe nuk e përcjellim tek personat që kemi rreth e rrotull, kemi shumë më tepër mundësi që të njohim veten tonë, po ashtu edhe që të mund të krijojmë, ose më themi të përmirësojmë marrëdhëniet tona me të gjithë njerëzit që kemi rreth e rrotull. Është një javë shumë pozitive për shenjën e dashit, por siç e thash, do të jetë një javë ku do të ketë shndërime të shumta. Ana më pozitive përmendesh për çështje sentimentale, pika ku do të sfidohet më tepër do të jetë bota e tyre brendshme dhe si rrjedhoj edhe në lidhje me shëndetin e tyre fizik mund të kemi disa probleme sepse Shironi është vendosur tek shenja e tyre dhe është në retrograd. Shironi do të thonë shëndeti jon fizik, plaga jon që është në anën fizike. Prandaj edhe nëse nuk jemi të vëmendshëm, mund të kemi edhe probleme këtu. Nëse veprojmë në mënyrë impulsive, ky impulsivitet mund të përkthehet edhe në aksidente të cilat do të dëmtojnë në mënyrë të dukshme edhe fizikun ton. Prandaj shenjës së dashit gjatë kësaj jave do t'i këshilloj që çdo hap që të hedhin, ta kenë të kontrolluar, çdo reagim që bëjnë, ta kenë të kontrolluar. Në fal këtyre do të kanë mundësi që të kenë një rritje shumë të madhe, si për të kryer stabilitet në jetën e tyre familjare, profesionale, e njëjta që është e vlefshme edhe në jetën e tyre sentimentale, ku do të duhet të them kanë një lulëzim shumë të madh. Shenja e Demit. Gjatë gjithë kësaj jave ka ndikime në përgjithësi shumë të fuqishme, duke filluar që nga Hëna e re. Hëna e re do të jetë ditën e martë dhe do të jetë tek shenja e peshore, se do të ketë një ndikim të drejtë për së drejti tek efikasiteti që shenja e Demit ka në jetën e tyre të përditshme. Ka mundësi për të rregulluar çdo gjë që kanë në jetën e tyre. Është një javë shumë efikase për këtë. Edhe me kalimin e diellit tek shenja e Akrepit do të ndikohet në mënyrë shumë pozitive, por duhet jemi shumë të kujdesshëm. Duke filluar që nga dita e nesme bile do të jetë shumë më funksionale, duke filluar nga dita e diel, duke qenë se do të na duhet që të rregullojmë çdo gjë që bëjmë çdo ditë, pra jetën e përditshme, rutinën tonë, gjërat që mbajmë këtu, sa të shëndetshme i kemi, duhet të rishikojmë edhe një herë. Në qoftë se arrim që të krijojmë një rutinë të shëndetshme, kemi mundësi shumë të madhe që të kemi edhe një rritje vërtet kolosale në çdo aspekt të jetës tonë. Kjo është e vlefshme si për çështje sentimentale, është e vlefshme edhe nga ana ekonomike, ku do të krijohet një stabilitet vërtet shumë i madh, sepse shenja e Demit, në qoftë se i vet gjërat në vit dhe përqendrohet vetëm tek ato që ju sjellin mbrapsht ardhur materiale vërtet shumë të mira, ose që i bëjnë ata të ndjehen të lumtur, qoftë edhe për çështje sentimentale, qoftë në jetën e përditshme, kanë një mundësi shumë të madhe për të rritur gjatë gjithë kësaj jave. Por kjo do të jetë e vlefshme deri ditën e martë. Prandaj edhe nëse i përzgjedhim deri në atë ditë, do të jetë më tepër efikase. Duke qenë se pas ditës së martë, në përgjithësi fokusimi do të jetë tek çështjet sentimentale, bashkëpunimet për të ardhurat materiale normalisht do të na bëjnë shumë mirë, por çështjet sentimentale, pra çështjet e zemrës do të jenë edhe më tepër në sipërfaqe. Çështja e javë kurajoja, guximi për të krijuar diçka të re është shumë e rëndësishme për shenjën e Demit dhe do t'i këshilloja që të marrim hapa, të hedhim hapa të guximshëm për të krijuar jetën që ne dëshirojmë.
Arsyeja që po e them këtë është sepse në këto momente kemi sfida shumë të mëdha për shenjën e Demit për të ndryshuar, duke qenë se Plutoni ndodhet tek një tjetër shenjë fikse që është ajo e Ujorit. Sidomos çështjet e karrierës në këto momente janë shumë të sfiduara. Pas kalimit edhe të diellit tek shenja e Akrepit, kjo do të sfidohet edhe pak më tepër sepse të gjithë ata që janë tek shenja e Demit do t'ju duhet që të përzgjedhin jetën që ata dëshirojnë vërtet, ata çfarë është më e shëndetshme për ta. Në qoftë se vazhdojnë që të mbajnë jetën e tyre gjëra që nuk janë efikase, që nuk janë të shëndetshme, do të testohen edhe më tepër nga sistemi, nga Zoti, quajnë çfarë të doni. Dhe si rregull do të dalin përpara edhe më tepër pengesa. Por në qoftë se zgjedhin atë çfarë është më e dobishme për ta, e kanë shumë më të thjeshtë që t'i zmadhojnë ato në mënyrë të shëndetshme ose në mënyrë shumë më pozitive dhe të krijojnë jetën që ata i bën të lumtur. Java në vazhdim është shumë e rëndësishme për këtë, sepse do të hidhin hapa shumë të rëndësishëm. Do t'jem pak a shumë gurët që do të bëhen themeli për jetën e tyre në vazhdim, prandaj këshilloj që t'jemi shumë të vetëdijshëm, njëllësisht si ishte edhe tek shenja e Dashit. Por për shenjën e Demit jemi më të aftë për ta bërë këtë, duke qenë se drejtuesi i tyre që është Venusi në këto momente ndodhet tek shenja e Peshorës, që i balancon në mënyrë të dukshme efikasitetin e tyre. Pra janë vërtet shumë produktiv në këto momente dhe mbi të gjitha Venusi ndihet shumë mirë tek shenja e Peshorës. Kjo do thotë që në çdo aspekt të jetës së tyre ka një rregullim të dukshëm, ka një frym pak a shumë artistike në këto momente shenja e Demit dhe kjo i ndihmon për të rregulluar çdo gjë. Për shenjën e Binjakëve gjatë kësaj jave, deri ditën e njëjtë, ku dielli do të kalojë tek shenja e Akrepit, do të jenë një fokusim shumë i madh tek kreativiteti i tyre, tek çështjet sentimentale, krijimi i një balance në jetën e tyre personale dhe në atë profesionale është vërtet shumë pozitive, jo se pas kësaj do të jetë negative, po deri në këtë pikë kemi aftësi shumë të mëdha për të kryer burime të reja, si për fillime përsa i përket çështjeve sentimentale, e njëjta gjë është e vlefshme edhe në lidhje me burime për të ardhurat materiale. Për shenjën e Binjakëve, kjo hënare do të ketë një ndikim vërtet shumë të madh për shërimin e plagëve që janë krijuar nga ana sentimentale. Kjo do të thotë që çdo problem që në këto momente ekziston brenda lidhjes, ose në qoftë se nuk kemi mundur që të krijojmë balancën për të krijuar një lidhje të re, kjo është java ideale. Bile dita e martë, që është edhe hënare, do të thotë edhe shërimi pak a shumë të këtyre problemeve. Për të gjithë ata që janë tek shenja e Binjakëve dhe kanë probleme me fëmijët, për të bërë fëmijë, ose vetë kanë probleme që i kanë mbartur që nga fëmijëria e tyre, kjo hënare do të thotë shërimin pothuajse të plotë të tyre. Me kalimin e diellit tek shenja e Akrepit, për ta tashmë edhe jeta do të ndryshojë, ose më të themi ajo çfarë do të ketë rëndësi, fokusi i tyre do të ndryshojë, duke qenë se do të jenë pak më të prirur ndaj një rutine pak më të shëndetshme, do të duan që të fokusohen pak më tepër te shëndeti i tyre. Ana pozitive e kësaj është se në të njëjtën rrugë kaloi drejtuesi i tyre që është Merkuri. Prandaj dhe janë shumë më tepër në dijeni se çfarë duhet të bëjnë dhe kjo detyrimisht ndihmon ata që të hedhin hapat e duhur. Janë shumë më tepër analitik, i perceptojnë gjërat shumë më thellë. Mund të kemi disa probleme të vogla si fillim duke ditën e njëjtë dhe të premte me kolegët tanë, por në qoftë se thjesht përmbahemi dhe mundohemi që të kuptojmë se çfarë duan të thonë vërtet, pra të mos kalojmë direkt në paragjykime, e kemi shumë më të thjesht për të mbajtur balancën edhe këtu. Kalimi i Neptunit është vetëm një problem që mund të ketë shenja e Binjakëve gjatë kësaj jave, kalimi i Neptunit tek shenja e Peshqve, duke qenë do të krijojë një kënd negativ me ata që janë tek shenja e Binjakëve. Për ta, do me thënë probleme brenda shtëpisë, mund të kemi prishje të rendive. Kjo është edhe një nga arsyet që do të këshilloj që të jemi shumë të kujdesshëm ose të lejmë të paktën një farë buxheti për të rregulluar gjërat që janë të rëndësishme. Okej. Dhe shenja e Gaforës. Shenja e Gaforës është shenja më e prekur e kësaj jave, ka shumë ndikime të fuqishme, edhe nga hëna e re, duke qenë se është cikli hënës dhe shenja e Gaforës është e drejtuar nga hëna. Edhe kalimi i Neptunit tek shenja e Peshqve është shumë i rëndësishëm për ta sepse është një tjetër shenjë ujë, po ashtu edhe kalimi i diellit tek shenja e Akrepit përsëri ka shumë rëndësi sepse edhe kjo është një tjetër shenjë ujë. Ndërkohë që hëna e re do të jetë e plus të gjitha këtyre edhe tek shenja e Peshorës që është një tjetër shenjë kardinale. Çfarë do të thonë të gjitha këto? Për shenjën e Gaforës kjo javë është java e fillimeve të reja. Është java ku ajo çfarë ishte e vjetër
do të mbaroj, ose do të vdes më mirë të themi, dhe do të kemi krijimin e balancave të reja. Për këtë arsye është një javë vërtet shumë e lodhshme për shenjën e gaforës. Ka mundësi shumë të madhe rritje, por kjo nuk do të thotë që vjen ashtu vetë siç e thash, është shumë e lodhshme, prandaj dhe ka mundësi që të mos i kapet të gjitha elementet. Si duhet të veprojmë në mënyrë që t'i kapim të gjitha elementet që do të futen gjatë kësaj jave në jetën tonë. Si fillim duhet jemi të planifikuar. Dita e diel është shumë efikase për këtë temë. Duke qenë se edhe hëna do të jetë edhe gjatë ditës së diel tek shenja peshore, si jemi shumë më të aftë që të perceptojmë problemet, sidomos ato që janë brenda familjes, dhe brenda shtëpisë, cilat janë gjëra që ne dëshirojmë që të kemi në jetën tonë dhe si është jeta që ne duam që të kemi që ta jetojmë tutje. Prandaj dhe dita e diel do të bëhet vërtet shumë e rëndësishme për shenjën e gaforës. Në qoftë se arrim që të bëjmë atë planifikimin e duhur, duke filluar që nga dita e martë sidomos, duke qenë do të kemi një fillim të ri, kemi një aftësi shumë të madhe për të krijuar jetën që ne dëshirojmë, duke filluar që nga familja dhe duke vazhduar tek shtëpia dhe si rregull edhe në karrierën tonë. Karriera për shenjën e gaforës në këto momente do të ka dhe rikthime. Do të thonë që kemi oportunitete të cilat do t'ju duhet që t'i kapin, të perceptojmë, prandaj dhe në qoftë se i kanë të qarta ide se çfarë kanë në këto momente në jetën tonë, kanë shumë mundësi që të perceptojnë dhe gjëra të reja që po vijnë dhe si ti përdoren ato. Për sa përket çështjeve sentimentale, më tepër do të kemi një fokusim këtu me kalimin e diellit tek shenja e akrepit, që do të jetë ditën e enjte. Do të kemi një zhvillim vërtet shumë të madh pozitiv, shërimin e plagëve, sidomos në qoftë se kemi pasur një periudhë ku lidhja ka qenë problematike. E njëjta gjë është e vlefshme edhe në lidhje me fëmijët, nëse nuk kemi bërë dot fëmijë ose nëse kemi pasur probleme me fëmijët, edhe kjo është një çështje që do të zgjidhet. Një lloj siç ishte tek shenja e binjakëve, por për shenjën e gaforës kjo do të fillojë më tepër nga dita e enjte e tutje. Kemi zhvillime të shumta edhe për ta në lidhje me çështjet e shëndetit. Këtu mund të dalin në sipërfaqe të gjitha problemet që deri në këtë moment nuk kemi ballafaquar, sidomos ato që na kanë ardhur nga shkuara ose që vijnë nga në mënyrë gjenetike. Prandaj dhe ai çfarë thash në fillim, që nëse kemi probleme gjenetike në lidhje me pjesën e gjirit, do t'i këshilloj patjetër që të shkoni te doktori. Po kaloj tashmë tek shenja e luanit. Shenja e luanit është shenja edhe kjo shumë e ndikuar, duke qenë se është hëna e re, do me thënë që dielli po rilind dhe është një cikël i ri për ta. Pas kësaj, pra ditën e enjte, i kërkojnë dies, do të kemi dhe kalimin e diellit që është drejtuesi shenjës së luanit tek shenja e akrepit. Kjo është një ndikim vërtet shumë i madh, shumë i fuqishëm dhe pak tronditës për ta. Po e marrim nga fillimi. Shenja e luanit ditën e martë do të ketë një ndikim shumë të fuqishëm dhe një tronditje shumë të madhe të gjitha kontakt ose më themi balancat që ka brenda rreth të tyre të ngushtë, me familjarët e tyre, po ashtu dhe me vëllezërit dhe me motrat e tyre. Të gjitha këto po ndodhin në mënyrë që ata të krijojnë balanca të cilat janë më të shëndetshme për ta dhe që do të ndihmojnë që të kenë rritjen që meritojnë. Duke qenë se në këtë moment për shenjën e luanit kemi një zgjerim të dukshëm të enës së tyre, sepse do të kemi ndryshime në të ardhmen, duke filluar që nga kjo hënë e re e tutje. Kjo do të krijojë jetën që ata vërtet e ëndërrojnë dhe pak a shumë jetën që ata kanë punuar deri në këto momente, por do t'ju duhet që të jenë shumë të vëmendshëm, siç e thash, duke qenë se të gjitha balancat do të tronditen në mënyrë të dukshme, kjo do të thotë një demoralizim i dukshëm, sidomos për sa i përket çështjeve në lidhje me vëllezërit dhe me motrat e tyre, ku mund të marrin vesh edhe lajme të cilat nuk janë shumë të këndshme. Gjithsesi, për shenjën e luanit, duke qenë se në këto momente kemi një intuit vërtet shumë të lartë, kemi një perceptim vërtet shumë të mirë dhe kemi një aftësi shumë të madhe komunikimi, pra shprehja e tyre, artikulimi i tyre është vërtet shumë pozitiv në këto momente dhe kjo i ndihmon që të rregullojë çdo problem që del në këto momente. Mjafton që të jemi të vetëdijshëm. Kjo është kushti për shenjën e luanit. Kalimi i diellit tek shenja e akrepit për ta domethënë çrregullime të vogla, jo shumë të mëdha, të vogla brenda shtëpisë, por në qoftë se nuk i përmball që në fillim ose nuk i marrin parasysh që në fillim, këto mund të smallojnë vërtet shumë dhe të krijojnë probleme të rëndësishme në të ardhurat materiale, po ashtu edhe për sa i përket problemeve që mund të kenë në këto momente me familjen e tyre, mund të shndërrohen në
tashmë në shere, në dinamikat të cilat ndoshta mund të kryejnë edhe përçarje, prandaj edhe duhet jemi shumë të vëmendshëm edhe këtu. Në qoftë se jemi të vëmendshëm, për shembull Luane, do të kemi rregullimin e dukshëm të çdo gjëje. Dita e njëjtë deri në fundin e javës, pra deri ditën e diel, janë shumë të rëndësishme sepse i njëjti diell do të ketë edhe kënd negativ me Plutonin, dhe kjo do të thotë edhe probleme në marrëdhënien e çift. Gjithmonë përpërsis në qoftë se nuk jemi të vëmendshëm dhe të vetëdijshëm. Në qoftë se jemi të vëmendshëm dhe perceptojmë herët dhe kapim problemin që në fillim, kemi mundësi që ta rregullojmë atë dhe të ndërtojmë edhe lidhje të cilat janë vërtet shumë të fuqishme, të shëndetshme dhe shumë herë më të thella çfarë kemi pasur deri tani, sepse kuptojmë njëri tjetrin shumë herë më mirë. Rikthimi i Neptunit tek shenja e peshqve për shenjën e Luanit mund të thonë ndryshime pothuajse të menjëhershme të imunitetit të tyre. Mund të thotë edhe probleme në lidhje me automjetet e tyre, po ashtu edhe me laringun ose me rrugët e frymarrjes, prandaj dhe do t'i këshilloja që në këto pika të jemi disi më të përqendruar. Sidomos për rrugët e frymarrjes, do t'i këshilloja që të përdorim ndoshta sprej të ndryshme ose të përdorim çajra në mënyrë që ta kemi imunitetin pak më të lartë, për sa i përket automjeteve, detyrimisht e dim që do të shkojmë dhe të kontrollojmë. Shenja e Virgjëreshës nga të tre ndikimet më të rëndësishme të kësaj jave, duke filluar që nga hëna e re, do të thotë ndikime të rëndësishme në të ardhurat materiale. Do të kenë një vetëvlerësim shumë më të lartë, dhe ky vetëvlerësim shumë i lartë i bën ata që të perceptojnë se cilat janë gjërat që duhet të investojnë, kohën e tyre, anën e tyre materiale, në mënyrë që të kenë një rikthim më të madh. Kjo hënë e re tek shenja e peshores për ta domethënë rilindje në lidhje me këto çështje, pra në anën materiale, do thotë edhe mbarimin edhe të problemeve që kanë pasur këtu. Për shenjën e Virgjëreshës, problemi vetëm që do të vëmë re kësaj jave do të jetë çështjet e shoqërisë, ana e tyre sociale. Edhe nëse duam që të socializohemi shumë, ndoshta nuk do të gjejmë vendin, persona të cilët mund të kuptojmë mirë sa duhet, por fal kësaj do të arrijmë që të perceptojmë mirë veten tonë dhe do të mund të krijojmë edhe ambientin, edhe shoqërinë të cilën ne meritojmë vërtet. Për shenjën e Virgjëreshës, kjo është një nga është vërtet një nga javët më të rëndësishme dhe më pozitive. Për sa i përket rikthimit të Neptunit, që është ditën e mërkurë tek shenja e peshqve, do të ketë një ndikim shumë të rëndësishëm tek marrëdhëniet e tyre personale. Sidomos në lidhjet afatgjata, këtu do të vijnë re ndryshime pothuajse të menjëhershme. Do të dalin në skem probleme të cilat deri në këto momente nuk kemi ballafaqëruar, sidomos për sa i përket shprehjes së anës tonë sentimentale. Në qoftë se nuk kemi shprehur siç duhet, hapur, më mirë të themi, me partnerët tanë, do të jemi të detyruar tashmë që të shprehemi, të diskutojmë edhe gjëra të cilat ndoshta na binin pak zor ose na dukeshin të rënda për të diskutuar. Sepse në qoftë se nuk e bëjmë këtë, do të zmadhojnë edhe më tepër probleme. Dhe mbi të gjitha, jemi shumë më tepër empatik në këto momente, sidomos me kalimin e Neptunit tek shenja e peshqve. Dhe për këtë arsye shenja e Virgjëreshës do të ndijë pak a shumë dhe dhimbjen e partnerëve të tyre, prandaj do të jetë detyrë pak a shumë që të shpreh dhe të rregullojë të gjitha problemet që mund të kemi këtu. Ndërkohë që për sa i përket kalimit të diellit në shenjën e Akrepit, kjo është një ndikim shumë i madh pozitiv. Në këto momente drejtuesi i shenjës së Virgjëreshës ndodhet tek shenja e Akrepit, që është Mërkuri. Kjo është një ndikim shumë i madh pozitiv për ta, ka një mënyrë komunikimi shumë të prerë, shumë të qartë dhe shumë të saktë. Por përveç këtyre ka ndonjë një logjikë e cila është shumë në të, arrin që të perceptojnë çdo gjë me thellësi. Për këtë arsye ka dhe mundësi shumë të madhe për të kryer dhe atë mirëqendrën ekonomike që sa përmenda. Përveç këtyre ka mundësi shumë të madhe për të rregulluar edhe marrëdhëniet që kanë me rrethin e tyre të ngushtë, me familjarët e tyre dhe me vëllezërit dhe me motrat e tyre. Është një thellim shumë i madh në jetën e tyre, një krimi, një themeli i cili do të ndihmojë vërtet edhe në të ardhmen. Është një nga javë më pozitive për shenjën e Virgjëreshës dhe do të kemi edhe tek kalimi dhe shumë probleme që mund të kenë pasur në lidhje me shëndetin e tyre. Në përgjithësi të gjitha kalimet planetare, edhe këndet, nëse janë të vështira për shenjat e tjera, për shenjën e Virgjëreshës do të kenë shumë më të thjeshtë për t'u bërë ballë dhe për t'u përshtatur me momentin. Duke qenë se është një shenjë ndryshueshme, janë shumë më të aftë për të ndryshuar bashkë me kohën. Pika ku do t'i këshilloj që t'jemi pak më të vëmendshëm, të fokusohemi pak më tepër këtu. Edhe për ta do të jetë rrugët e frymarrjes dhe ndoshta edhe dhëmbët gjatë kësaj jave, nëse kemi problem ose dhimbje këtu, do t'i këshilloj që shkoni tek dentisti.
Shenja e peshores. Shenja e peshores është, mund të them, një nga shenjat më të ndikuara pozitiv në këto momente. Ka ndikime shumë të mëdha pozitive. Hëna e re ndikon shumë pozitivisht, kemi rikrijimin e tyre, po ashtu rilindje, më mirë të themi, nëse kemi pasur probleme edhe në karrierën e tyre, gjatë kësaj jave kam në aftësi shumë të mëdha për të rritur, ndonse mund të kemi disa disbalancime ose më të themi dialogje jo të këndshme, ndoshta të vështira me prorët tanë, janë të detyruar që t'i bëjnë këto në mënyrë që të ecin përpara në karrierën e tyre. Por detyrimisht duhet jemi të kontrolluar në mënyrë se si komunikojmë. Gjithsesi kjo është gjithmonë e tillë. Për shenjën e peshores në këto momente kemi mundësi për të kryer një mirëqenie shumë të madhe ekonomike. Kalimi i diellit tek shenja e akrepit e nxit edhe më tepër këtë. Në këto momente kemi një mënyrë komunikimi vërtet shumë efektive dhe kemi aftësi shumë të mëdha për të kryer lidhje personale, të cilat do të na ndihmojnë që të rritemi në çdo aspekt jetës tonë. Për sa i përket çështjeve sentimentale është një periudhë shumë pozitive. Por, vjen pak më por, me kalimin e diellit tek shenja e akrepit, për ta domethënë edhe një periudhë ku mund të bëjnë harxime të shumta. Këto harxime mund të bëhen më tepër për çështje sentimentale. Prandaj dhe mund të jemi pak më tepër të hapur ndaj manipulimit. Pra partnerët ose personat që në këto momente po mundohemi që të marrin jetën tonë, mund të hapin rrugën edhe ndaj harximeve të cilat ndoshta nuk mundemi të përballojmë dot. Kjo është edhe arsye që shenjës së peshorës do të këshilloj që të jenë të kontrolluar në këtë pikë, sepse çdo shpenzim i pa kontrolluar ose i pa menduar mirë në këto momente, më vonë do t'ju prish vërtet shumë punë. Ndërkohë që të gjitha shpenzimet në këto momente duhet të jenë të fokusuar për investimin e të ardhmes së tyre, drejt një të ardhme të cilën ata dëshirojnë. Në qoftë se është diçka që përmban një risk shumë të madh, ose është diçka që ka të bëjë në lidhje me çështje sentimentale, pra në qoftë se kemi një partner i cili dëshiron shumë më tepër shpenzime se çfarë ne mund të përballojmë, do të këshilloj që të shikojmë ose më them të jemi pak më të kontrolluar dhe të hedhim disa hapa mbrapa. Jo gjithçka mund të rregullohet me anë materiale, kjo është pika e vetme që do të këshilloj që të jemi të vëmendshëm. Por përveç kësaj, siç e përmenda, kemi një ndryshim shumë të madh pozitiv për shenjën e peshorës dhe kemi edhe mundësi shumë të mëdha për të argëtuar, për të udhëtuar, është një fazë shumë të madhe rritje zgjerimi në këto momente të shenjës së peshorës, prandaj dhe mund të fokusohemi pikërisht tek këto çështje. Shenja e akrepit. Vetëm një moment do të rikthehem tek shenja e peshorës, të njëjtën ndikim që kishim tek shenja e gëfores, po ashtu dhe ndikimi që tash në fillim që kemi një ndikim shumë të madh tek gjendrat e gjirit, është e vlefshme edhe për shenjën e peshorës, prandaj do të këshilloj patjetër që gjithë ata që kanë tendencën ose që kanë një prejardhje gjenetike që mund të kenë probleme brenda familjes me gjirin, do të këshilloj patjetër që të shkojnë te doktori, nuk ka rëndësi nëse jeni femër apo mashkull. Dhe por tani po kaloj përsëri tek shenja e akrepit. Shenja e akrepit është në stilin e tij tashmë pothuajse duke filluar nga dita e njëjtë të ndiem edhe më tepër, ndërkohë që deri ditën e njëjtë do të kenë ndryshime shumë të mëdha, duke filluar që nga bota e brendshme. Kemi ndikime shumë të rëndësishëm sepse do të prezantohet me veten e tij, anët e tij që deri në këtë moment nuk ka arritur t'i perceptoj. Ajo çfarë ka qenë në botën e tyre të brendshme, ose më të themi në subkonsciencën e tyre, për këtë arsye do mund të përballet edhe me fobitë e tyre, me frikën e tyre. Kjo është një ndër ndikimet që mund të bëhet pak e lodhshme dhe mund të prekë shumë sistemin nervor. Vazhdojmë që të jemi në këtë ndikim dhe shenja e akrepit është një nga shenjat më të ndikuara në këtë pikë. Këtë do ta vëmë re në formën e dhimbjes së kokës, do të vazhdojë që të jetë aktive edhe gjatë kësaj jave. Mënyra se si mund të tejkalojmë këto është në radhë të parë të jemi të hidratuar, të qëndrojmë larg sheqerit, të përmenda tek ndikimet e përgjithshme, por për shenjën e akrepit është më tepër efektive. Gjithsesi, të gjitha këto i bëjnë shumë mirë. Përveç ndikimeve fizike që siç e thash mund të bëjnë pak të lodhshme, por të gjitha këto vorbulla që po ndjen në këto momente brenda vetes së tij, shenjës së akrepit i bën shumë mirë. Arsyeja është sepse do ta njohë veten e tij shumë mirë dhe do të perceptojë se cila është jeta që ai dëshiron. Do të perceptojë se cilët janë personat që janë të shëndetshëm për ta dhe si rrjedhoj do të mbajnë jetën e tij pikërisht këto gjëra ose këta persona.
do të kemi zhvillime shumë të mëdha në lidhje me udhëtimet jashtë shtetit, nëse kemi pasur probleme në këtë pikë edhe me dokumentat dhe me tematika të tilla, do të arrish të zgjidh. Kjo hënëre do të ndikojë në mënyrë pozitive në lidhje me këto tema, sepse do të krijojë një balancë dhe drejtësi edhe hyjnore edhe njerëzore. Po ashtu do të kemi edhe mbylljen e gjyqeve. Rikthimi i Neptunit tek shenja e Peshqve për shenjën e Akrepit do të thënë një ndikim shumë i madh pozitiv, do të thotë shërimin e çështjeve sentimentale. Por duke qenë se Neptuni krijon një farë mregullimi, këtu do të na duhet që mësimet që po marrim në këto momente të fillojmë të ushtrojmë edhe me kalimin e Neptunit tek shenja e Peshqve. Pra, të shikojmë njerëzit siç janë në realitet dhe jo siç i ndrojmë ne. Po të shikojmë realitetin, jo potencialin e personave, kjo është shumë e rëndësishme. Ndërkohë që kemi edhe një ndikim shumë të rëndësishëm për sa i përket karrierës së tyre. Kjo do të vijë si rrjedhë e një stabilizimi si fillim të çështjeve familjare. Gjatë kësaj jave janë shumë të sfiduar çështjet familjare, duke qenë se diell do të ketë një kënd negativ me Plutonin që në këtë moment është i vendosur tek familja e tyre. Prandaj edhe marrëdhëniet këtu do të jenë goxha të sfiduara gjatë gjithë javës. Duhet të jemi shumë të kontrolluar në mënyrë që të komunikojmë në mënyrën e duhur. Pra, të mos e teprojmë me fjalët që themi, mos i vrasim personat për me fjalët që themi. Në qoftë se arrijmë që të bëjmë këtë, kemi mundësi që të zgjidhim gjithë problemet që po dalin në këto momente dhe siç e thash të krijojmë një stabilitet vërtet shumë të madh, i cili do të na ndihmojë që të rritemi dhe në karrierë. Rritja në karrierë do të vijë pak a shumë pranë vartësi të kësaj. Shenja e Shigjetarit. Shenja e Shigjetarit është e ndikuar pozitivisht dhe pak e sfiduar. Atëherë, po e marrim me radhë. Shenja e Shigjetarit në këto momente ka një rritje vërtet shumë të madhe, sepse tek shenja e tyre është e vendosur një asteroid shumë pozitiv, sidomos për sa i përket çështjeve familjare, në lidhje me martesën, në lidhje me fëmijët. Këto janë tema të cilat shenja e Shigjetarit në këto momente ka fat shumë të madh. Dhe mbi të gjitha ka një logjik vërtet shumë të pastër, shumë të saktë, dhe kjo i ndihmon ata për të pasur një rritje kolosale në çdo aspekt të jetës së tyre. Pika ku do t'ju këshilloj që të jemi të vëmendshëm gjatë gjithë kësaj jave, do të jetë në lidhje me bashkëpunimet. Bashkëpunimet na bëjnë shumë mirë, por këtu është edhe pika ku ne vetë mund ta manipulojmë veten tonë. Duke qenë se drejtuesi i tyre do të jetë edhe në gjatë kësaj jave në kënd negativ me diellin dhe me Chironin, kjo do thotë që nga bashkëpunimi mund të marrim edhe plag në qoftë se nuk jemi të vëmendshëm. Por në qoftë se jemi të vëmendshëm dhe i kemi studiuar mirë, do të ndodhë komplet e kundërta, sepse do të kemi një rritje materiale vërtet shumë të madhe. Në këto momente kemi të vendosur Mërkurin dhe Marsin tek shenja e Akrepit. Kjo do thotë që shenja e Shigjetarit në këto momente ka një botë të brendshme e cila pak a shumë po zjen. Është pozitive në të vërtetë sepse është shumë aktiv. E detyron atë që të jetë vazhdimisht në lëvizje dhe të provojë gjëra të reja, që i bën vërtet shumë mirë. Duke qenë se siç e thash, ka dhe një logjik vërtet shumë të saktë, kjo e ndihmon ata që të perceptojë shumë mirë se cilat janë gjërat që janë të vlefshme dhe t'i mbajnë në jetën e tyre, ndërkohë që gjërat që po dalin sipërfaqe dhe janë negative ka mundësi shumë të madhe që t'i zgjidh. Shenja e Shigjetarit për këtë arsye është shenja që në këto momente ka rritje më të madhe, ka rritje kolosale, por është sfiduar siç e vini re. Sfida më e madhe vjen nga bashkëpunimet dhe nëse nuk jemi të vëmendshëm, jemi pak më të hapur se gjitha shenjat e tjera nga kjo hënëre në lidhje me aksidentet dhe incidentet ose të papritura, për të themi. Këto mund të përfshihen edhe të papriturat të këndshme, por detyrimisht në përgjithësi, duke qenë se është një kënd e vështirë, do të jenë të papritura jo shumë të këndshme, por do të na sjellin në jetën tonë edhe do të na japin të themi mësime të cilat do të na ndihmojnë që të kemi një stabilitet vërtet shumë të madh, një rritje vërtet shumë të madh. Kalimi i diellit tek shenja e Akrepit do të shtoj edhe më tepër këtë si ndikim. Ky ndikim nuk do të thotë se është negativ, siç e përmend edhe një herë, por mund të bëhet shumë i lodhshëm. Rikthimi i Neptunit tek shenja e tek shenja e Peshqve për ta domethënë probleme të rëndësishme brenda problemeve familjes dhe brenda banesës. Por nga ana tjetër mund të thotë edhe rikthimin e mundësive. Pra,
Në të gjitha rastet, shenja e shigjetare do t'jetë sfiduar, edhe në qoftë se kemi problem, detyrimisht do t'jetë sfiduar sepse do të duhet që t'i zgjidh, por në qoftë se janë pozitive, pra mundësi të reja, do t'jetë sfiduar sepse do të duhet që t'i kape. Kemi mundësi që t'i kapim sepse njëjti Neptun do t'ketë kënd pozitiv me drejtuesin e tyre, pra që është edhe Jupiteri. Mënyra se si mund t'i perceptojmë më mirë gjërat ose ndihma që mund të marrin në këto momente do të jetë nga vëllezërit dhe nga motrat e tyre, sepse ata do të indikojnë rrugën e drejtë në qoftë se ata vetë do të çelojnë. Prandaj do të këshilloj që të marrin këshilla pikërisht nga këta persona. Shenja e Briciapit. Shenja e Briciapit në këto momente është një ndër fazat e saj më pozitive. Ana më pozitive deri ditën e njëjtë do të jetë shpëlimet e tyre në karrierë, krijimi i një figure autoriteti i cili dëgjohet fjala në çdo ambient ku futet. Kemi një ndikim vërtet shumë të madh pozitiv edhe për sa i përket të ardhurave materiale, por me kalimin e diellit tek shenja e akrepit, tashmë fokusi i tyre kryesor do të kalojë tek krijimi i një rrethi social, tek krijimi i një jete të cilën ose më themi, krijimi i një shoqërie të cilët ata do të ndihmojë për të krijuar jetën që ata dëshirojnë. Në këtë pikë mund të kemi disa probleme, ose mund të bëjmë edhe disa argjime të cilat mendojmë se janë investime të duhura, por në të vërtetë mund të dalin pak bosh. Çfarë duhet të bëjmë dhe si duhet të veprojmë në mënyrë që të gjitha këto t'i tejkalojmë? Në këto momente karriera e tyre ka një rritje vërtet shumë të madhe. Do të vazhdojë që ta ketë edhe pas ditës së njëjtë, në qoftë se jemi të vetëdijshëm për investimet që do të bëjmë. Por në qoftë se fokusohemi thjesht të marrim ndihmë nga shoqëria jonë dhe të bëjmë investime nëpërmjet të tjerëve, kjo nuk do të na përkthehet ashtu siç duhet. Prandaj punën që duhet ta bëjmë vetë. Duhet jemi pak më përzgjedhës në lidhje me këtë temë, pra. Në qoftë se e bëjmë këtë, në qoftë se e bëjmë këtë, do të kemi një rritje kolosale edhe në të ardhurat materiale, do të kemi një rritje kolosale edhe në vetë vlerësimin që ne kemi dhe si rrjedhoj e njëjta fazë që kemi tani, pra një figurë autoriteti e cila dëgjohet fjala në çdo ambient që futet, do të vazhdojë edhe pas kalimit të diellit tek shenja e akrepit. Gjithsesi, duke filluar nga java që vjen, të gjitha këto ndikime që sa përmenda, duke qenë se dielli nuk do të ketë më një kënd negativ me Plutonin, do të jenë shumë herë më të zbutura, do të kemi një socializim shumë herë më të madh. Prandaj, kjo çfarë thash, pra këshilla që duhet jemi të kujdesshëm në lidhje me jetën tonë sociale, është e vlefshme vetëm për këtë javë, prandaj do t'i këshilloj që të jemi të kujdesshëm. Për sa i përket shëndetit, edhe shenja e Briciapit mund të kenë ndikime shumë të mëdha. Ndikimi më i madh do të jetë për ta tek tek sistemi riprodhues dhe e njëjta gjë siç ishte tek shenja e peshorët dhe tek shenja e gaforës, mund të kemi probleme me gjirin ose më them mund të dalin në skenë, mund të zmadhohen edhe më tepër problemet që kemi pasur dhe si kemi vënë, prandaj do të këshilloj që të fokusojmë më tepër këtu. Marrëdhëniet në çift, sidomos në lidhje të afatgjata, gjatë gjithë kësaj jave do të jenë shumë të sfiduara. E njëjta këshill që dash javën e kaluar do të vazhdojë që të jetë aktive edhe gjatë kësaj jave, sidomos deri ditën e njëjtë. Pra, partnerët tanë të shikojmë si aleat. Dhe në qoftë se duam që të krijojmë lidhje të reja, është një këshill efektive dhe në këtë pikë, në qoftë se personat që në këto momente po mundohen që të hyjnë jetën tonë, siç po mundohemi të marrim jetën tonë, arrim që të shikojmë dhe si aleat në çdo fushë, në çdo aspekt, pra, atëherë do të thotë që janë personat e përshtatshëm për ne. Në qoftë se jo, do të këshilloj që t'i rishikoni. Shenja e Ujorit. Shenja Ujorit është shenja më ndikuar, mund të them, ka ndikime të përzira në përgjithësisht me fat në këto momente. Kalimi i diellit veç tek shenja e akrepit, për ta domethënë surpriza në disa raste jo të këndshme, por ka mundësi që t'i shndëroj në të këndshme, prandaj dhe është një nga periudhat që ata mund të kenë rritje më të madhe, kolosale. Kjo rritje do të vinë në përgjithësi në karrierë. Këtu janë më të aftashme që të perceptojnë se cila është rruga që duhet të ndjekin. Dita e enjte në këtë pikë do të jetë vërtet shumë efikase, por në mënyrë që të jetë efikase ditë e enjte duhet fillojnë që të punojnë që tani. Dita e diel, pra nesër, nëse planifikojnë ashtu siç duhet, hapat që duhet të hedhin, sidomos nëse dëshironi që të krijoni një biznes tuaj ose është biznes tuaj tashmë keni të krijuar, dhe e planifikoni që nesër hapat që duhet t'i hidhni, duke filluar që nga dita e martë të tutit,
të gjëra do fillojnë që të realizohen, se do të kemi një ndihmë shumë të madhe nga sistemi. Në jetën tonë do të hyjnë persona të cilat do të na ndihmojnë që të realizojmë ëndrat tona. Për këtë arsye shenja ujorit ka mundësi shumë të madhe, siç e thash, edhe të papriturat e pakëndshme, pra vështirësi që do të dalin në këto momente të shndërojnë në favorin e tyre. Prandaj dhe do t'i këshilloj që të jemi të programuar. Ky është kushti i vetëm pra për shenjën e ujorit. Java në vazhdim, për ta domethënë dhe zhvillime shumë të mëdha edhe në të ardhurat materiale, mund të kemi edhe harxime të shumta, por në përgjithësi do të kthehen ose më them do të jenë investime të cilat do të kthehen në të ardhmen në burime të reja materiale. Është një javë shumë pozitive në lidhje me këtë temë. Për sa i përket çështjeve sentimentale, nëse kemi pasur një periudhë të gjatë ku ka qenë pak a shumë e shterur, vazhdojmë që të jemi, edhe këtë po e nënvisoj, vazhdojmë që të jemi në periudhën ku mund të krijojmë lidhje të cilat janë shumë të përshtatshme për ne, por në këto momente nuk arrim që t'i perceptojmë shumë mirë. Prandaj dhe do t'ju këshilloj që t'i analizoni ashtu siç duhet. Në këto momente kemi një inteligjencë vërtet shumë efektive, jemi shumë të logjikshëm, kemi një paqe të brendshme e cila vërtet na buron nga brenda, prandaj dhe kjo është një nga pikat më të forta të shenjës ujorit. Në qoftë se e ruajmë këtë qetësi, kemi aftësinë që të përdormë çdo gjë në avantazhin tonë gjatë gjithë së javës. Në qoftë se humbasim qetësinë, pra e lejojmë botën ose të papriturat që po ndodhin vazhdimisht që të na testojnë dhe të kemi shpërthime ndoshta emocionale, detyrimisht do të na prishin punë. Përsa përket shëndetit, shenja ujorit, duke qenë se në këto momente sistemi nervor është i prekur, do të thotë qyteti i prekur dhe do t'i këshillojen që të bëjmë ose më them këshillën që dash edhe tek ana e re, po ashtu dhe javën e kaluar, pra që të gjejmë mënyra se si të nxjerrim këtë trysni jashtë, vazhdojnë që të jetë efektive. Socializimi na bën vërtet shumë mirë. Nëpërmjet socializimit bile mund të kemi edhe ose më them me shoqërinë tonë mund të kemi një kohë vërtet shumë të mirë, e cila detyrimisht do të na ndihmojë që të kalojmë edhe probleme, nëse kemi një humor të ulët, do të na ndihmojë të na ngri moralin dhe ta përdorim edhe momentin edhe më mirë. Shenja e peshqve, që është edhe shenja e fundit. Shenja e peshqve në këto momente po e marr me radhë. Hëna e re tek shenja e peshores. Për ta domethënë ndikim shumë i madh tek bashkëpunimet. Këtu mund të kemi disa zhgënjime të vogla, por nuk do t'i kuptojmë, pothuajse më njëherë, ose më të them do t'i keq kuptojmë. Në qoftë se gjatë së javës kemi planifikuar për të bërë udhëtime, për shenjën e peshqve do t'i këshilloj që t'i rishikojmë, sidomos udhëtime që janë jashtë shtetit. Sepse këtu mund të përballemi me disa vonesa ose disa probleme të cilat do të na prishin humorin. Në qoftë se janë për çështje pune, është komplet ndryshe veç, sepse do të thotë edhe zgjidhjen e problemeve në lidhje me këto tema. Ndërkohë që mund të marrim edhe lajme pikërisht nga jashtë shtetit, sidomos nga njerëz tonë të afërt dhe nga femrat, në lidhje me shërime ose kura, pra çështje sëmundje, çfarë kanë pasur të afërmit e tyre që jetojnë jashtë shtetit, do të marrin lajme të mira në lidhje me këto tema. Një ndikim i cili është vërtet shumë i rëndësishëm, vazhdojmë që të jemi i rëndësishëm, është çështja sentimentale. Vazhdojmë që të jemi në periudhën ku shenja e peshqve ka një ndikim shumë të madh pozitiv. Kjo është pak a shumë shërimi i plagëve të shkurës dhe më tepër do ta vëmë re në lidhje me shërimin e plagëve ose më themi të traumave që vijnë nga fëmijëria, mund të marrim ndihmë shumë të madhe nga femrat gjatë gjithë së javës. Hëna e re është pak a shumë do të nxjisi gjitha plagat që kemi parasysh edhe nga shkuara, po ashtu edhe të lidhjeve sentimentale, të cilat na kanë ndikuar edhe në jetën aktuale, ato që janë të shkuarës na kanë ndikuar në jetën aktuale, dhe do ta ndihmojnë që të krijojmë lidhje më stabël, lidhje më të shëndetshme dhe kemi dhe mundësi për të krijuar burime të reja të ardhurë materiale. Kjo është një pikë ku shenja e peshqve do të këshilloj që të fokusohen pak më tepër. Arsyeja është sepse në këto momente kemi mundësi të shumta.
dhe kemi aq shumë gjëra që po hyjnë në këtë moment në jetën e tyre sa mund mos i kapin të gjitha. Në qoftë se jemi pak më të vëmendshëm, mund të perceptojmë, kemi aftësi, kemi intuit shumë të lartë pra, dhe mund të perceptojmë se cilat janë gjërat që janë më të dobishme për ne dhe t'i zmadhojmë ato dhe më tepër. Por në qoftë se nuk kemi të vëmendshëm, mund të kapim thjesht mundësitë të cilat janë të vogla ose kalimtare, prandaj do të humbasim edhe këtë rast. Rikthimi i Neptunit tek shenjat e tyre, për ta domethënë ndryshimet në çdo aspekti të tyre, ndryshime që në përgjithësi do të jenë pozitive, po mund të krijojnë një periudhë të shkurtër, pak migullimi, ku ata mund të ndjehen pak më tepër sentimental, mund të jenë pak më tepër melankolik, dhe në këtë pikë do të ndihmonte shumë shoqëria e tyre, sepse këtu do të mund të marrin në ndihmën që ata meritojnë. Dhe mbi të gjitha do të kemi edhe një mbështetje shumë të madhe nga ana morale, e cila do t'i ndihmojë ata që të jenë më të sigurt në veten e tyre dhe seriozisht të bëjnë zgjedhjet e duhura. Po, faleminderit Lori dhe Mimoza, si gjithmonë. Këtë video do ta vë te kanali im YouTube-it, do ta keni gati nesër në orën 10, mund ta shihni që aty. Po, domethënë, mundova që të mos i fokusohesha shumë tek mesazhet që dërgonet, sepse nuk doja të shpërqendrohesha, sepse pas u shpërqendrova tek Demi, mund të desh një farë periudhë që të fokusohesha përsëri. Lidhjet e mia të drejtë për drejta, tashmë kam të fiksuara çdo javë. Është ditën e martë dhe të shtunë në orën 19, në qoftë se do e bëj më vonë, gjithmonë do ve në lajmërim që të mund të ndihne. Më përpara kisha shumë të shpërndara dhe edhe ju nuk e dini se kur ndodhni, dhe për mua faktikisht nuk është se ishte shumë e këndshme, sepse rregulli në jetë gjithmonë duhet. Kështu që në këtë moment është më mirë. Okej, pra, faleminderit edhe një herë. Dakor. Në përgjithësi janë lajme të mira. Kjo javë është shumë e ngjeshur, është vërtet shumë e ngjeshur dhe mund ta kemi shumë të vështirë që të mbajmë balancën, sepse mund të kemi shumë shpërtime emocionale. Jemi, sidomos me rikthimin edhe të Neptunit tek shenja e Peshqve, që do të jetë ditën e mërkurë, do ta ndijmë edhe më tepër këtë. Shenja e Peshqve na bën ne të gjithë shumë më sentimental, dhe kur kemi një vendosje këtu, e ndijmë edhe më tepër, dhe Neptuni e zmadhon dhe më tepër këtë, sepse është drejtues i shenjës së Peshqve. Mbi të gjitha në këtë moment e kemi edhe Saturnin të vendosur këtu, te shenja e Peshqve. Mënyrë se si mund të shpreh këto, ta kemi pak të vështirë për të vendosur kufin të shëndetshëm dhe me njëri tjetrin. Mund të flasim më tepër se ç'duhet, mund ta teprojmë pra. Okej, pra, por përsëris, duke qenë se mbaroj tashmë, të gjithë ata që dëshirojnë që të marrin informacione në lidhje me pyetjet e tyre personale, mund të më shkruani për të marrë konsultën tuaj. Gjatë lidhjeve të mia të drejtë për drejta, nuk e përgjigjem pyetjeve personale, sepse kërkojmë punë më vete, dhe detyrimisht çdo punë kërkon një farë pagese. Ato çfarë mundem që t'i jap për ju, unë normalisht e bëj, i them. Ok, pra shumë faleminderit të gjithëve që marrët pjesë dhe shihemi përsëri ditën e martë. Kjo ditë e martë është me pyetje përgjigje. Në qoftë se keni pyetje, mund të më shkruani nga DM-i. Normalisht pyetje personale tash më morët vesh. Por ndikimet e përgjithshme do të kemi disa kalime planetare, mund të pyesni për atë. Duke qenë do të jetë më njëherë pas anës së re, do të flas shkurtimisht edhe për të. Do të kemi edhe rikthimin më të themi të Neptunit tek shenja e Peshqve, do të jap disa informacione se si do të ndikohet çdo shenjë. Dhe kalimin e diellit tek shenja e Akrepit, edhe në lidhje me to do të jap disa informacione. Përveç këtyre, nëse keni pyetje të tjera, jam shumë e lumtur që t'ju përgjigjem. Gjithmonë pjesa e fundit e kur bëj lidhje të drejtë për drejtë me pyetje përgjigje është pak temë lirë dhe flasim në lidhje me tematikat ezoterike. Me shumë mundësi edhe kësaj radhe ashtu të ndodh. Okej, pra. Faleminderit edhe një herë dhe shihemi përsëri ditën e martë. Pafshim.